Son te fale teravia e na shtohe dashuria, muslimanve ju që shtyra, zbutën zemra nga mëshira. Son te fale teravia e na shtohe dashuria, muslimanve ju që shtyra, zbutën zemrat nga mëshira. Ramazani plot mëshirë, me iftare me syfyr. Kjërshia e gojnë në shkatë të zanë. E gjematin tash, kjo është e problemi. Dhe thëtë ti mundohë është ti për shemlatit sende, ama duhet ti nga shemlatit kese për shkatë rroni. E rajtë ta kese një motiv, nësë unë ja he kita gajtë, ja he kita problemet, ja he kita kushët, pa i përqitë rroni. A e qëfar motivi të kese që nesër qohët sabah, që ta mbrije njëse? Qëfar motivi? S'ka motiv, ja ke pogejt një hasë. E rajtë në jam që të bërë. Në ti kese rajtë disa gajtë, në mundohet të rajtë mbrije të disa. Që kur të mbrijet sa pak do të du të shkoj punë, ta mbrijt që ketë, se do të avë një shpi, do të avë që ketë, do të avë që ketë. Nëse jetë në tiki të hazën, ajë të shka dërrujë, ajë dërrujë të përkarqën. E gjemat, këtë do të kemi parasysh qëllimin e pata që të afitëm e një ajetë kura do, ku Allahu Gjereshamu, neve si besimtarë, na tregon dhe thot në ajetin 185 të surës Majde, Al-Imran, thot Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo njeri ka ta shojë vdekje. Nuk jetë askush në dynjë. A jetove mirë, a jetove keq, a jetove luks, a jetove fukara, a patë probleme, as patë probleme. Çdo njeri një ditë të kese fundi. Çdo kushi një ditë të dalin nga kësaj dynjë. Allahu Gjemal nuk nga ka bët për hëshën dynja. Allahu nuk nga ka qitë dynja që t'jesim dynja. Allahu nga punë dynja që t'pudëm për ahiret. Pra qëllimi nuk është dynjaj, qëllimi është ahiret. E tash sa jemi këtu, duhet pëdëm, duhet mundohemi edhe për këtë dynja, edhe për dynja t'i. Ama, qdo kushi duhet t'a di, kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt ka të shkjojë vdekje. Pra çdo njani edhe të nga mërë të nërë njerëzit më të dashët Zotit. Apo? Po edhe njerëzit më të dashët Zotit, ku janë për nga mërë? Ka të jetë. Po ku janë pasadiket e dynjas? Ku janë miliarderët e dynjas? Ku janë mbretnit e dynjas? Pa edhe ato kam të. Edhe ato shkajit tash pas një që vjetë asnjadis të jetë. Gjematin e rrë, që gjami e shqipë, u ka të dresh para të 3 vjetë. Bas 100 vjetë, që gjami të dhe jesë. Që gjami dhe jesë në këtë të gjematin shala o kare. Ama asnjoni të nevës dhe jesë. Kretë qjerë dhe jesë. Pasar si to, të shqiti ti 3-5. Që këtë Ramazon të kalzohën dhe jesë. Dhe jesë gjami e në 2120. Ama ne nuk dhe jesë. E prandaj do të anëpëm se një ti nga vjetë. Kretë një ditë do të kemi dalje në këse dynja. Pa do të do frikë, kjo që sepse frika është prej sekret pa njofë. Njeri kur nuk e ditë se qka e kretë frikë. Apo në moment kër e sot po hubën frikë. Kje frikë një shprovim, kër një provim hubi frikë. Kje frikë po një podere në tragje, një në të këtu dhe qka të jesa e gjinda, një gjata, pene sa se një ma. I për dra, kur që do t'i plumka ka? Kur që asme, kur shkoj frika? Frika është për të njofës, deri sa nuk e nje. Moment që e shem, në tërë, frika me si dhe një tërë, ka dhe një dritë, u hup frika, kur shkoj frika? Ska, u shdo, që ashtu është edhe njeri në këtë dynja. Edhe ne kemi frikë prej vdekjes, moment që të shkirti, s'ka o frikë. Atër ka vetëm disente. Ose gzim se e vitëm qëndetit, ose piklim se e vitëm qëndetit. Këtë do të kemi kujtës. Në Allah që e shakë mund në vazhdim të tja jeti kurato,
të lëshojë, në është në dynja. Ama, për të është botën tjetër, s'ka o gjendet. Që këtu e hongre gjendetin. A e do ishe këtë dynja, po, u këtë gjendetin. E për besimtarët e mirë, Allahu rogën fundmut. Jo, gazës për të telefone, a e dimuj avansë për para, se këm dhe pak si zonë, a e dimuj për para, dimuj brenda, tremuj brenda. S'ka o që s'ka. Dhe thot, e mirë një arit të ma të më fauna u gjukure ku mjone të kja. Shpërdimin e punës uj, dhe ta mirëni në ditën e kiametit. Në ditën e gjukimit, a ditë dhe mirë shpërdim. Ke punu punë të mira, e fitove gjenetit. Nuk e punu, si a ke bajt gajt e vetit këtë dynja, se dikush i mendon se dhe jesin këtë dynja për sahe. S'ka dhe gjemat, kërkush e pytë njëherë një beduin në shkretin e që ke i rujt e degë, dhe i rujt e dënë, dhe i pytën ta sa me do se dhe jetësh. Ta më marë për asyri se sa me dojë, një dit ta da vdes. Ta pse dhe ta shumë, po ta më ta për ti ta heci të ma të kushta për kodra, hala dhe s'këm zatek njeri që i ka 100 vjetë, 200 vjetë, 300. S'këm zatek, e me s'këm të njeri të teme, s'këm bati kush i ka 200, 300, 400, 500 vjetë. E në unë nuk të përqaq. E ne gjematë, më kemi zatek të njani që i ka 200 vjetë, më e kemi pa të njani që i ka 500 vjetë, po jo. E po me si s'kemi zatek njëtë të tonë kur një herë as 100 vjetë, as 200, as 300, as 400, pse neve nga bamelje se dhe i të këtëshke? Pse neve nëmë se të rëjtë për sajë? E Allah që e shanë më vazhdo nga jetë dhe të فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. E ajtë të që në ditën e gjykimit, i shpëton të xhenemit dhe hynë të xhenet, faqad faz. Kjo është fitoria e madhe. Pra shpëtimi dhe fitoria është atë ditë kur të ndahën tajfët, një tajf për xhenet, një tajf për xhenet. E Allahu xhaleshahu, çka do të Kur'an? Thot, të ndahën rrugët, të ndahën si kemi rrugët e vetë. E thot, farikum fil gjenneti wa farikum fil sa'ir. Thot, një grupë të shumë për xhenet, e grupi tjetër për xhenem. E kur të dahën këto xhemat, atëherë kur dhe i është, e kur dhe i unë, e kur dhe jemi ne, të cila grupë, a dhe jemi prapën e fatlumve, të cilët Allah dhe gjithë dhe hajde hinë xhenet. Gëzimi me në të ska, si në këtë dynja më shëpët të pretu një kush një pare të madhë, një biznis të madhë, një tender të madhë, një shpërblim të madhë, gëzimi madhë, kemi madhë. Ama, botën tjetër nuk është gëzim të tape dikush pare. Gëzimi i vërdet është të thuhet e ti e në xhenet. Bujru, të qenën dherë të xhenetin, hinë ka cilat dherë të ush. Kjo është e fitoria e madhë. Apo të t'jemi për atin e fatëshime, të cilët kur të ndahën grupët, njani grupë të t'jese për xhenem. E ai grupë që të jese për xhenem, ata do t'jenë të mjerat. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se të përfundojnë ata që e për xhenet, shkojnë xhenet. Ata që e për xhenet, shkojnë xhenet. Dhe thot pejgamberi alaihi wasallam, e bin thot me laqët vdekjen në formën e një kafshë. E bin thot në pamjen e një dashë. Kështë të përshkut pejgamberi alaihi wasallam. Dhe në një vend thot në një nacime me xhenetit dhe xhenetit. Që edhe xhenemit të shohën, po edhe xhenetit të shohën. Edhe thirën, thot e thirësë, thot o xhenetit, edhe e këtejnë grijë, thot këtë xhenetit të shohën, qka dhe thot? Dhe i thirën, o xhenemit, kjo shka një xhenem, edhe xhenemit, thot e këtejnë grijë, të shohën, qka thot? Thot a i njëft një qgenë, krejt e njohën, thot po, edhe xhenetit e njohën, edhe xhenemit e njohën, thot po, kjo është vdekja. Si cili të e dije se të përshkabot fjallë, po, vdekja është e kjo. E thot në qatë vend, Allahu Gjeleshanu e urdhën këtë me laqën që ta thejë, dhe e mbyt e thejë në vend, dhe i thot xhenetive, o xhenetit, shkuj vdekja. Hini xhenet, s'ka më vdekja. Ama edhe i xhenetit, vdekja shkuj, u prej kur bënë,
i ati për gjithmonë. E ai që dhe hien xhenet, xhemat nuk ka vdekje. Xhenet s'ka vdekje. Shqipti këtë dynja, si cili dhe unë dënjë shumë të hajde zotni, ai pasunike, për shumë ka, miljarda, milione, qetri, se disa ka, edhe pse i dhejbë shpirti ati, hajde më thot njëri. Ama kur t'i shofë ti sa ketë mboshë, ketë probleme, ketë kriza, thot troj hala. E shqipti jeta si është troje, njeri, ma marë për asysha jetot mira, jetot kesh mene dhe ka troje, si rëmë, dhe thot e mizerie ka jetët, ama dhe troj hala ma shumë, hala ka ti sa hala ma fe. E gjema, dhe thot paramendonja këtë dynjon, sa problemi ka me smundje, me probleme bosheve, me probleme kajneve, me fri, me luftna, me poplava, me tërmete, dhe voj fri. Do të njeri të u qetësu për një frike, në shtë u da lufta, Palestinë, në shtetit a gajle, e sa do a një shërde, po na vindeve, të gjyojnë e gajle me madhe, na lekti me me kjo të mocu, po e të ne me orëshka të bëjmë, hajde të e mësu, e si në tonë të vëtë sa për plastikë në gjë, pa të e mësu a gjithë frike, këpëse aja plastiku dhe misho, da ti dhemë, ama sigur, të ne më svese, dhe pa pas kimi hekë, mësot, një dhe një kada. Ajta heka një 80 luft, 90 vjetë, edhe ne nga 100 në i bo, atër të zonë po pjerë në të forë. E gjëmat, shqipë në stop me gajnë, dalët një luft, bod një tërmet vë po vë tërmetit të ne, bod e këti tsunami vë po vë tsunami të ne, po vë kjo, në stop me gajnë. Hien një hajtur të do faqeti këtu, po nisin e ka në hi, që të 100 euro që i në dajta në shpomi për frikë, se për nësa partë e madhe e ka. Frikë, a që të nësë njëri në frikë, me gajte, qitë ato probleme, klak, kur të shorë të njëti ka po 100 vjetë, me zësi e behec, me pamperse, ku ka po, njerësin e grejnë kam, së dalem dhe cekën, me i thonë ato të vdesh, jo me të troje dhe pa. Shfar një zeki ka motër, ku ka po njerë qërët e bankra, qërët e hecin, s'dimo për, hala me në troje hala, edhe që s'na pytë në kush, dhe një shumë kur të troje, dhe një kur s'do, a s'na pytë për kush, po, jeta që ashtu, sa ma shumë troje njeri, nuk të se o bo, kërkush nuk të do bo, me qëtë të të qia i tina në dhja, prap nuk të dhjim, apo, jeta është e tash, po para me ndojnë e gjenet që para me ndojnë e tash gjenet, pse Allah o me ka të fas, ata që të hinë gjenet, që ata ka fitur, pse, hinë gjenet, a që nuk i hinë gajnë e sa dërë, këna adem, i vjetët e babës të më 70 vjetë as libri, me gajnë. Po me njësë në një po fritë në hejë, po për të një sudan, po për një skejtë, po këtë nësë të frikën se po mbyrësh. Gjema, gjenet një s'ka vëtë, nuk ka fund. Po me të thonë dikush që të rëshë 1 milion vjetë, jo. Nuk ka numër gjema. Gjenet një dhe s'ka vdekje, këtë ka kuptën, të vdekje se eksiston gjenet. Hje edhe jetë e përheshme, khalidin e fiha të të lovë kuranë. Për gjithmonë, do të dhe kur nuk sosë të jetë ati. Po nuk është jetë e kësaj të njojë me këto probleme që ka i përmeni. Thot me nga mejda në Islam, gjenet nuk ka pleçni. A që nuk të hupën ta ka. Në këtë të njojë shetë së qosh sa bajt ku shumë, vina këshami, i lodhët i dërmu, edhe i ftaris të ka. Apo? Thot mi lodhët, gjenet nuk i lodhët. A që nuk të bashkë punësh. O, të hipi pakës punëj së rejnë. Jo, gjenet, mësë kjo, gjenet vetëm knatësi. Gjenet vetëm lypë që ka të du, se ta me nga meri sallallahu alaihi wasallam. Në gjenet kanë njerëzit atë që syni në dunja se ka pa. Atë që veshi nuk e kanë di, as mendja e njerës mund të imaginu. Ne qka të këshim imaginu? Me nga thonë, si e para me në gjenet, më një të këshim shku ka Dubai, po? Ato zgradët e mbaja, hotelet shtrejta, e gjemat, po ta shku për shepu, nëse e këshirni hotelit me i shtrejt bërë, është në Dubai, apo? Për një natë $100,000, $100,000 është një natë kesh. E ti krejt jetë për shumë e punune, për një natë shku, ti natë së një botë, ti natë njerë të hajde me rizë ka s'ki e ma shumë parë. A një natë, të një shti, të cilët e ka po njeri, të një ndërdes njeri e ka po. E para me dojë të shenet,
që medjas thënë e imaginën, Allahu thot e kia ti dhe në për një natë, po e kije me pa kufi. Do thote as nuk thot 100 milion vjetë, as 10 miliard vjetë, as 500 triliard vjetë, pa kufi, do thot nuk sosët për një herë, të knaqër sa dush. Po si da pagujmë, ne me pare si ne pagujmë, nëse ne pagujmë një otë të bëjmë, e po e pagujmë gjenetin, po me shka? Po e pagujmë me qatë namazin që e fare, me që qatë e plenë gjenetin, me qatë zekjatin që Allah nuk thot e pe kejtë malin, të pik 5%, me që qatë Allahu ta bon të muqme, me bëmjërsi, me Ramazan, me punë të mira, me ato këshijave, Allahu ta bon të muqme ta five gjenetin. Në gjematin dashë, Allahu gjenetin e ka bërë vetër. Allahu gjenetin e ka bërë për njerëzit, se ka bërë për vetë. Nuk e ka bërë gjenetin të rje shprasë. Edhe njeri që ma pak të kese hisën gjenet, pejgamberi a.s. tregojnë ta njeri i fundit që të dale për gjenetin. Kjo është për muslimonët, se ka 7 shtresa gjenetin. Gjallë që jënë të për ka mesimdarët, ati për pushetet, atë nuk e qenë më kush. Një shtres dhe jese për muslimonët, se ka plët muslimonët, a me në zullum qarë. Ka lëve muslimash në cilë të bëjmë për këshia, ato të hinë pakës e jetë eskarët, pastrohën pakës në zehën, e mas e të dalë në gjenet. Por që matë për të dalë i fundit për këtë muslimante, Allahu të dote, hajde afro me gjenet. Hajde do të orë, zotë që gjithë herë që i dole, ku kesh une, botë mirë. A me gjithat prej burgi, ka që në një shmit vogël të mirë dhe në që e vogëla, kryesoja ku kesh, ma mirë jam që të se ku kesh. E kur në dalaj, dhe të do zote, alhamdulillah që më qitë për gjenet. Edhe nisën të afrot ka gjenetja, ma nisën i tukët interesante, e të të shtë pas ka gjemret ashtë, se njëri është qenje kuriosë. Edhe nisë ose, a bon, qenë gjenet ka ma përën që një nga derës ma afrot një kundit, vetëm t'i shoqire si knaqë. Telefon t'i shove një ka të bajtë, nëse në shkoj, po vetëm t'i shove pa për gradi lajka. Vetëm të afrot në të dere. Thot a lypë ma shumë? Thot jo, vetëm të dere. E afrot në lajtë të dere. Hajë, shkona për derës, nisë i dukot interesant, shefi lani të uknashti, shefi lani, ki kërë kjo të falë dhe së njoshë. Ki tjetëri bajtë Ramazanun pas të njës, shqipe si knaqë, edhe të nisë të të posat, të himbe në pak që t'i mrejnë. Te dera t'i mrejnë, përja shkjetë mrejnë. Allah të ti të nuk nashësh, po të thotë të t'jap ty sa dhe dynjaja që e të kësaj dynjaja, të ca dynjaja. Dhe dynjaja dhe kese që është thojza ma fukaraja që edhe. Para me ndoj që ma këtë dynja për 1 kvadrat i ndohësh me dikon. Vlaj me vlaj për 1 kvadrat i ndohën se ka ka marrë 1 kvadrat. I kjetë titër 1 kvadrat, u rrëdha të nëmë pa i kje pasu një me pasu 10.000, ka badaj. E nuk i kje 10.000 kvadrat, nuk e kje sa teritori Maqedonisë, nuk e kje sa Evropa, nuk e kje sa Amerika, është sa dynjoja komplet për Amerikën, Kinë, për Norvegjie, në Afrikë, komplet sa është dynjoja herë dhejtë. Dhe komplet kvadraturën e dynjas, me gjithë ujë, me gjithë ketë sa është, edhe që qatë boje herë dhejtë. E qatë është hisja e ati që ka ma pak hisën gjenet. Thojna ma fukaraja në gjenet. E në aty, qka ti doje zemra, qka ti doje shpirtit lipe i bje në njëherë, ati nuk plavë asnjëherë, ati nuk smuhet asnjëherë, ati nuk lodhët asnjëherë, ati nuk mërzitet asnjëherë, se qdo se në video bo update për dit, qdo se të kje treje ma treje, kur nuk mërzitë shëve i dojnë moda, sa i kjo telefoni patri, 5 meka ma po të 6 pleqë, ka 6 pleqë, te marë shatë ka qëtë kërapin, ka da 7 pleqë, gjenet non-stop i kje përsëritme, edhe ti kjesh krasit ma të doja. E për që këtë gjemat, ja vlenë të punoj, këtë dynja, e nëse e keni punu në këtë dynja, si të 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 gjeleshatë, e patë fas e keni fitu, fitorën në patë fas. Fitorja me madhe, është ati gjemat në Allah në të hesni për gjenet, e që kjo të tjesë fitorja me madhe, inshallah Allah Ta'ala, këtë Ramazan, dhe Ramazanët tjera dhe namaz, dhe gjitha i batetet që i bëjmë, inshallah Zotin në bëjë kabu, dhe të bëhën sebeb që ta fitëm gjenetin, në Allah në mbrojt të gjenetit, inshallah dhe familjet tona me prind dhe me vlat, me gjithë të mundohemi
ta fitojmë xhenetin, se ajo është fitoria e vërtetë. Subhanallahu wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.